Këtë fotografi të vjetër e kam publikuar edhe pak kohë më parë. Por tani e gjeta me shënimin original të autorit dhe vitin e shkrepjes, në maj të vitit 1900, pra 125 vjet më parë. Por ajo që më tërhoqi vëmendjen është fakti se Karl Pacz e konsideron monastiri i artës. Sa qesharake është i gjithë konteksti gazetaresk që e quan manastiri i Zvërneci. Kur është bërë kjo foto nuk e di nëse fshati i Zvërnec kishte ndoca banor të ardhur nga Myzeqeja. Pse i Nartës, mund të pyes dikush kur Narta është më larg. Sepse Narta, Arta, ishte vendbanimi më i vjetër aty pranë kishës së Ishuit, ende pa u kthyer në monastir. Liturgjit bizantine kryheshin në greqisht dhe të vetmit që i kuptonin ishin artiotet. I Nartës se të gjitha shërbimet atje i bënin nartiotët, se pronat e manastirit ishin në Nart, se nartiotët kanë atje të vetmen ndërtes të madhe që quhet shtëpia e nartiotëve, se kishte fise në Nart që i varosnin ndër breza njerëzit e tyre po në trojet e manastirit dhe se lidhja fetare e pasur mes institucioneve të Nartës dhe kishës së Shën Marisë ishin tepër të ngushta. Aq e vërtet është kjo sa edhe kur Ishui u kthye për disa vite kam përqendrimi për figura të rëndësishme të partisë në pushtet, edhe njeriu që lejohej të shkonte e të kujdesej për kishën vinte nga Narta. Këto të gjitha i dinte mirë edhe historiani dhe gjeografi austriak Karl Pacz. Lexohet lehtë në fund të fotografisë origjinale ku shkruhet: Orthodox Monisat, the Monastery of Arta, Northwest of Vlora, Albania, foto Karl Pacz. 1 maj 1900.